Atëherë, një zonjë po të bërën pyetja e disa ka për të zgjatur periudha që është tani, sepse u bën 20 vite që kam të njëjtat probleme. Kjo është pak a shumë e përbashkët në disa pyetje, ka shumë persona që thonë kam afërsisht 20 vite, janë në shenja të ndryshme, nuk është e thënë vetëm tek një shenjë, por në përgjithësi. Të gjitha periudhat shumë problematike në jetën tonë janë të varura nga kalimet planetare. Planeti i cili krijon vërtet shumë probleme, nëse nuk arrin që të përshtatemi, është Plutoni. Në këto momente, ose më themi në fund të vitit të kaluar, në nëntor të vitit 2024, Plutoni kaloi tek një shenjë që ishte shenja e Ujorit. Shenja e Ujorit është një shenjë fikse. Dhe kjo do të thotë, si një lloj siç e thash edhe te Rielli që bëra, që të katër shenjat fikse, pra Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori, janë vërtet shumë të prekura, sepse në momentin që Plutoni kalon në një grup shenjash, pra tek shenja fikse në të rast, aty të nxit të ndryshosh, ose më të themi të detyron të ndryshosh. Çdo gjë që nuk është funksionale në jetë, ose më të themi çdo gjë që nuk përshtatet me momentin ku ne jetojmë, edhe pse mund ta duam shumë, edhe pse mund ta kemi shumë xhan diçka ose dikë, në qoftë se nuk na ndihmon neve për të arritur qëllimin tonë në jetë, pra nuk është një person i cili na shtyn që të ecim përpara apo diçka që na mban mbrapa etj. Pra kjo është moral thelbi i temës. Atëherë, Plutoni në një farë mënyre këto na i heq nga jeta jonë. Kjo nuk është diçka negative. Domethënë se po themi që e heq nga jeta jonë, nuk do të thonë se është diçka negative.